Falë. Kushtrim. Se mendova mos po flet me Glau Konjusën. Ku ka kon të fol më herët me Glau. Po mund të folëm me Glau, po nuk më shkon, në parë, unë më fitu zgjedhjet komunale, edhe më ullë kom bisedu me PDK-n e kom në gjysmë e poshtetit. Me dëshirë, asnjëherë si kishte në postet. Mirë po, qofse dojmë me shku proces përpara, me funksionu asambleja, me shku vendimet e asambleja dhe me shku proces përpara, do të ashtu me bërë. Në Kosovë, asnjë parti politike nuk ka shans asnjëherë me marrë 30 vota me zgjedh problemin, domethënë presidentit. Edhe kështu që edhe lëvizja vendose do të më ullë me zëndin partner, me kry problemet të mrenshme që i kanë, me vazhdo punën me ecë përpara, po jo me pas zgjedhje çdo 3 muaj, çdo 4 muaj. Pasi që qytetarët tonë janë demoralizuar dhe besojnë që nëse ka zgjedhje tashme, besojnë që nuk kanë me dalë këta votues që kanë dalë sot, do të kanë me dalë edhe për gjys. Për arsye se ka kaluar monotonik kjo punë. Po zotë qoftë, do të mendojmë për shtet dhe për kombë, edhe do të jemi bashkë kur janë interesat e shtetit. Qofse zvarritëm kështu, nuk di a ka fundësi në kjo punë, edhe veç shkojmë mbrapa, nuk shkojmë para. Kështu që do të më ulëm se do, po sot, për të drejtën është herët, nuk kanë votat diasporës, nuk dihet programja parlamentit, kështu që do të pritet pak, po s'do të qoftë, duhet më ulëm me bisedu edhe me ecë përpara. Burim Korça, një reagim. I nderuar, të përshëndes. Sot